Si mund ta vendosësh veten te kartë monedha e Bankës së Shqipërisë? Start. Ja doli, ose firmon se nuk quhet. Që si bëhesh me lek? Del fotografi, ta firmos guvernatori, 100.000 lekshi, 10.000, me rastin e 100 vjetorit. Dera është origjinale, Këto janë origjinale. Edhe doreza prej bronzi, edhe këto të bëra me rrënjë trëndafili, kam përshtypjen që janë shumë të rralla në... Po? Këto janë pjesë të muzeut, janë disa zyra, por janë të gjitha dyert janë origjinale, koridori është origjinal, çdo gjë është e parë. Dyert janë origjinale, pasi koridori është i mirëmbajtur, i restauruar. Edhe pjesa e dyshemes? Parketi është origjinal. Edhe parketi është origjinal. Dyshemeja është origjinale. Po këtu mund edhe të keni për kuriozitetin tuaj një tablo të gjithë drejtorëve të bankës. Që nga Mario Alberti. Fatkeqësisht nuk e kemi fotografinë e Mario Albertit, pastaj kemi me radhë fotografitë të gjithë drejtorëve të përgjithshëm të Bankës së Shqipërisë, Bankës së Shtetit Shqiptar dhe të Bankës së Shqipërisë. Duke përfshirë dhe periudhën komuniste që nga fillimi që nga 1925 që është krijimi deri së fundit e kemi të gjithë drejtorët dhe guvernatorët e Bankës Qendrore. Dhe mbas vitit 1944, si funksionoi banka, sepse nuk kishte më kredi, nuk kishte më ekonomi, po i quaj tregu tani, kishte vetëm ekonomi të planifikuar. Me se merrej banka? Mbas vitit 1944, ne dim që sistemi komunist kishte një ekonomi të planifikuar, të centralizuar. Dhe Banka e Shqipërisë, e cila ndryshoi dhe emrin në atë kohë që u quajt Banka e Shtetit Shqiptar, u bë pjesë e këtij sistemi centralizuar të ekonomisë dhe humbi funksionet. Po luante rolin e Banka kishte një rol thelbësor dhe në atë kohë dhe shumë të rëndësishëm. Në radhë parë kishte rolin e qarkullimit monetar, rolin e emisionit, e prodhimit karbonit. Ku i prodhonim karbonit? Po fillimisht e kemi prodhuar sipas marrëveshjeve dhe marrëdhënieve që kishte Shteti Shqiptar politike, mirë fillimisht në Jugosllavi, që nga muze, pastaj në Bashkimin Sovjetik, pastaj në Kinë. Po mbas Kinës kur prishëm? Mbas Kinës ne vazhduam të kemi të njëjtin emision kartë monedhe deri në vitin 1991 dhe pastaj kohët ndryshuan dhe marrëveshjet e Bankës së Shqipërisë, siç është sot Banka e Shqipërisë, u bën me kompaninë ndërkombëtare të prodhimit karbonedhës që janë prodhojmë jashtë? Patjetër, karbonedha gjithmonë është prodhuar jashtë. Është e vështirë të prodhohet në Shqipëri? Po duhet të kesh fabrikë prodhimi karbonedhe, nuk e kemi. Ne kemi këtu në muze të gjitha seritë e emetimit. Po, përveç serisë së fundit. Kjo është një vend pune. Ky është busti i asaj kohe, me siguri. Po. Po ky është vendi i punës? Ky është vendi origjinal i punës, i nënpunësit të bankës, që nga viti 1925, kjo ka qenë tavolina e punës, makina e shkrimit, telefoni, karrike, janë objekte origjinale. Edhe tavolina është origjinale? Gjithçka është origjinale. Çdo gjë. Po kjo? Kjo është një kasafortë e kohës, e cila është edhe kjo origjinale. Këto kanë qenë kasafortat e kasetave, sepse pash në anën tjetër, janë dhe kasafortat e kasetave bankare, në dy prej cilave, sipas informacioneve, kanë qenë edhe dokumentat origjinale të Lef Nosit, që janë sekuestruar me vendim pastaj të shtetit, dhe janë marrë, këto janë emitimi? Këtu, pasi ne jemi në muzeun e bankës, këto janë disa paraqitje të kartmonedhës së serisë së fundit të kartmonedhës. Kur del një kartmonedhë e re, kemi kartmonedhën 10.000 lekë, 100.000 lekë dhe mund se shqiptarët nuk mësohen me të reja me të vjetra. Kush e merr vendimin për dizajnin dhe bëhen në sa versione? Patjetër. Si funksionon? Është një proces, një procedurë e cila është ligjore dhe rregullative. Krijohet një komision i cili, kur del një kartmonedhë e re fillimisht, për të marrë vendimin e tematikës, jo të pikturës, po tematikën, dhe pastaj ndërtohet dhe pamja. Po për tematikën? Në tematikë vendoset nga një komision që ka historian, që ka numizmat, që ka inxhinier, që ka dhe përfaqësues Bankës Shqipërisë. Dhe ky komision ka diskutuar shumë gjatë derisa ka vendosur për këtë lloj. Dhe vendoset tematika tjetër as drenit, do të thotë shkruajtësi i himnit kombëtar i tekstit himnit kombëtar Shqipërisë. Pasi vendoset tematika, atëherë në bashkëpunim me kompanitë ndërkombëtare të prodhimit kartmonedhës, piktorët, dikur ishin piktorë kombëtar, po tashmë janë ndërkombëtar të kompanive, dizenjojnë kartmonedhën e cila vendoset
po me konkurs, nëse do t'jetë ajo. Dhe këto janë element sigurie? Këta janë gjithë elementet e sigurisë kartmonedheve. Ka shumë element sigurie. Ka shumë element. Një nga risitë në serinë e re të kartmonedheve është shtimi i elementeve të sigurisë, që mos falsifikohet. Është bërë më i vështirë falsifikimi, se shoh që është bërë shumë vështirë për çdo monedhe. Është bërë më i vështirë falsifikimi, pasi ne shohim dhe në treg që numri i kartmonedheve të falsifikuara është gjithmonë më i pakët. Edhe këtu kemi... Dhe kjo është një element, një kartmonedhe serisë 3. Këto janë gjithë... Të gjitha janë seritë e reja. Këto janë seritë e reja. Kjo është polimer. Kjo është me material plastik. Po, e kam parë 200 lekshi, po flasim me të reja, është vetëm kartmonedhë që quhet polimer, është me material plastik. Ju duhet qini që në intervistën time me guvernatorin kuptohet fiks Shqipëria. Guvernatori flet me të reja, unë flas me të vjetra. Do të thënë është fiks kaos i kryer Shqipëri, do të pyes dhe për këtë, po kjo është prapë një post pune tipik. Është një post pune i asaj kohe tipik, origjinal i ruajtur. Po këto çfarë janë këto të tjerat? Këto janë instrumente që përdoreshin nga punojësit, kuptohet, s'ka pas kompjutra, dhe duke mos pas kompjutra, vula që ishte vula për çekun. Po ajo duhet jetë vulë datare, që përcaktonte datën. Pra të gjitha këto ishin materialet në cilat punojnë atë kohë. Këto ishin. Kjo është një tavolinë e kompletuar punë dhe makina e shkrimit, Oliveti, eksakt. Oliveti, eksakt, janë të kohës. Të kohës. Dhe kjo është kasaforta e kasetave bankare, sot janë në zonat nën tokë të bankave, ato banka që kanë, se të gjitha bankat kanë kaseta bankare, shiheni pak sa është dera e kasafortës, ndërkohë që këtu janë pjesët e kasafortave, po është shumë e vështirë tani. Ja, hapet. Shive sa është, tu futet kaseta bankare, pra ti e mbyll dhe brenda ke materialet tua. Mund të fusësh çdo gjëra, në një nga këto kaseta mendohet, dhe 2 kaseta në fakt, po mund të jenë të dyja këto, kanë qenë disa nga dokumentat e rëndësishme historike të Shqipërisë. Mund të jetë dhe një kasaforë zakonshme shumë interesante. Të gjitha vinin nga Italia. Të gjitha janë nga Italia. Ju ka qelluar t'ju mbyllet në një dhe sa hapni dot? Nuk e dini atë kohë, në këto kohë sot janë objekte muzeale. Ndërkohë, po i kthejmë pak asaj. Gjatë gjithë kohës ju po flisni me të reja, unë po flas me të vjetra. Kur është bërë ndryshimi i lekut në Shqipëri? Ndryshimi i lekut është bërë mbas vitit 1960. Është vendosur që të ndryshojë... Dhe prej 65 vjetësh ne prap nuk mësojmë dot me çuditërisht. Si shpjegohet? S'ka. Se dhe Turqia ka ndryruar monedhën dhe... Sipas disa historianëve ose baballarëve tanë të kohës që e kanë përjetuar atë periudhë, shpjegohet në një mënyrë interesante. Popullsia bëri një rezistencë të çuditshme ndaj regjimit, nuk e pranoi këtë lloj ndryshimi, nuk e pranoi psikologjikisht, nuk donte ta pranonte ndryshim. 65 vjet që kemi ndryruar lekun e vjetër me lek të ri dhe prap njerëzit sot tonë 1 milion lekë. Flasim me të vjetra, është një konfuzion i madh që ne përpiqemi shumë ta ndryshojmë. Është konfuzion për të huajt. Turistët e huaj hutohen komplet, shumë veta më pyesin, thotë si ka mundësi që nuk e shpjegojnë dot. Është konfuzion për të huajt, por është edhe për financierët në Shqipëri se hutohen nga këtu janë monedhat prapë. Këto janë